Ylli meksikan feston ditëlindjen, zbuloni sa vjeç mbushi aktoria. Aktoria e njohur meksikane Angelin Boyer ka festuar ditëlindjen e saj të 38 duke zgjedhur të ndajë këtë moment me ndjekësit përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Boyer tregoi se viti që ka lënë pas ka qenë ndër më të bukurit në jetën e saj. Ajo tha se ka realizuar ëndra, ka përjetuar eksperienca të reja, ka njohur njerëz të veçantë dhe ka kaluar sfida që e kanë bërë më të fortë, duke i konsideruar të gjitha si kujtime që do t'i mbaj gjithmonë pranë zemrës. Mbëri në këtë ditëlindje me zemrën plot, shkroi Boyer, ndërsa nënvizoi se pasuria më e madhe e këtij viti ka qenë dashuria e sinqertë e njerëzve që rrethojnë dhe që e mbështesin çdo ditë. Ajo nuk harroi të falenderoj familjen, miqt dhe fansat për urimet dhe për përkujdesjen, duke theksuar se ndihet mirënjohse më shumë se kur për gjithçka që ka marrë gjatë këtij viti. Në mesazhin e saj, Boyer referua dhe atmosferës festive që po përjeton Meksika në kuadër të organizimit të Kupës së Botës, duke shprehur krenarin për vendin e saj dhe emocion që sipas saj bashkon miliona njerëz. Aktoria ndau dhe një reflektim mbi domethënien e moshës së saj. Sipas saj, numri 3 simbolizon krijimtarin, komunikimin dhe gëzimin, ndërsa numri 8 lidhet me forcën, bollëkun dhe pafundësinë. Bashkimi i tyre formon numrin 11, të cilin ajo e sheh si një shenjë se ndodhet pikërisht aty ku duhet në këtë fazë të jetës.